me qenë se Kosova ka shumë përvojë për gjatë më shumë se 2 dekadash në ndërtimin e institucioneve shtetërore, në ndërtimin e demokracisë dhe natyrisht kemi shumë çka për të ndarë me popujt që kanë të kaluar të ngjashme dhe dëshirojnë që të zhvillohen, të prosperojnë dhe të ofrojnë të drejta të barabarta për të gjithë qytetarët e saj. Do të ketë natyrisht edhe shumë lajme të tjera të mira në muajt që vinë. Ne do të punojmë pa ndalë në mënyrë që Kosova të forcohet në arenën ndërkombëtare që ta ketë vendin që e meriton në mesin e kombeve të lira. Edhe njoja nga Siria nuk ka ardhur brenda natës. Ne kemi pasur takimin e parë me presidentin e Sirisë në muajin prill dhe që nga atëherë ekipet tona janë në kontakt për të përgatitur ecjen përpara të 2 shteteve tona dhe sot ky akt i njohjes së ndërsjellë u realizua me ndërmjetësimin dhe me mbështetjen dhe leadershipin e princit të kurorës dhe kryeministrit të Arabisë Saudite, Mohammed bin Salman, i cili është një përkras i jashtëzakonshëm i Republikës sonë, siç e dini Arabia Saudite ka qëndruar me Kosovën për gjatë dekadave, është një shtet që gjithmonë na ka ndihmuar dhe dua edhe një herë t'i falenderoj nga zemra për mbështetjen që e treguan për gjatë këtij samiti që rezultoi edhe me njohjen nga Siria dhe për mbështetjen e vazhdueshme që e japin në çdo sektor. Pjesëmarrja jonë në këtë summit ka qenë e rëndësishme përtej takimeve bilaterale. Në këtë vizitë përfshi takimin me princin e kurorës Arabisë Saudite, pastaj me president të shteteve të ndryshme, kishim mundësinë edhe të flasim në panelin e liderëve, të takojmë udhëheqësit e agjencive kryesore për investime publike dhe kemi diskutuar për mundësi të shumta të cilat do t'i hapen Republikës sonë në bashkëpunim me Arabinë Saudite. Siç e përmenda, bashkëpunimi me aleatët tanë gjithmonë sjell rezultate të mira, prandaj do të ketë edhe shumë lajme të mira në të ardhmen dhe ne do të punojmë pa ndalë në mënyrë që Republika jonë çdo ditë të forcohet dhe në mënyrë që qytetarët tanë çdo ditë të kenë mundësi më të mëdha që të realizojnë ëndrat e tyre dhe të fuqizohen brenda dhe jashtë vendit. Pra kjo ka qenë edhe vizita jonë, e di që shumë kam pyetur pse jemi në Riyadh në këto momente, tash besoj e dini pse, ka qenë një vizitë jashtëzakonisht e rëndësishme, një vizitë që ka fuqizuar partneritetet tona në radhë të parë me Arabinë Saudite, por njëkohësisht tani edhe me Sirinë, shtetin e 120 që e ka njohur Republikën tonë, por edhe me shumë shtete tjera që jemi takuar, përfshi shtete jo njohëse, dhe rezultatet e të gjitha këtyre diskutimeve, frytet e gjithë kësaj pune do t'i shihni edhe në të ardhmen. Shihemi nesër në Prishtinë, ku natyrisht vazhdojmë punën tonë për fuqizimin e shtetit tonë, për mbrojtjen e të drejtave të gjithë qytetarëve tanë.